Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbahet sot seanca për Ilir Metën, i cili kërkon zbutje të masës së sigurisë. Ndërkohë, sipas burimeve nga hetimet e prokurorisë së posaçme, mësohet se është zbuluar një tjetër episod i dyshuar korrupsioni, që i faturohet ish çiftit Meta Kryemadhi. Bëhet fjalë për një kartë tjetër bankare që rezulton se është përdorur për blerje dhe shpenzime të ndryshme. Po sipas burimeve, karta bankare i është vënë në dispozicion Kryemadhit dhe Metës nga biznesmeni Adrian Shatku. Nga hetimet paraprake, më herët u zbulua një kartë tjetër, American Express, që ishte përdorur dhe vënë në dispozicion nga një njëjti biznesmen. Ashtu sipas burimeve, SPAK pritet të saktësoj për Metën episodin mbi akuzën e lobimit të ish-LSI-s, pasi nga letër porosit janë zbuluar të dhëna të reja mbi pagesat dhe kontratën. Ndërkohë, do të mbahet sot seanca për të shqyrtuar kërkesën e Ilir Metës, zbutjen e masës së sigurisë, atë të arrestit me burg. Megjithatë, të pakta janë gjasat që kjo masë sigurie të ndryshojë. Kujtojmë se pak kohë më parë, SPAK vendosi shtyrjen me 3 muaj të tjerë të hetimeve për Ilir Metën. Ky i fundit mbahet prej shumë kohësh tashmë në burgun e 313-s në Tiranë, ku ndodhet prej rreth 7 muajsh në masën e sigurisë arrest me burg. Nga ana tjetër, ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, është në masën e detyrimit paraqitjes.